Ngjarje e rëndë në Spanjë, një fëmijë 5 muajsh mbeti i vdekur në një rip transportues bagazhesh. Hetuesit ende nuk kanë arritur në përfundimin se si ndodhi një gjë e tillë. Një zëdhënëse për autoritetin e aeroportit të Spanjës, Aena, u shpreh ditën e njëjtë se nuk është e qartë se si fosh një agjent në zonën e bagazheve me peshë të rëndë. Ripi transportuesi bagazheve është i sheshtë me ngjyrë të zezë që lëvizë vetëm në një drejtim dhe aktivizohet vetëm kur bagazhet vijnë atë për t'u transportuar. Zëdhënësja tha se ende nuk dije nëse fosh një ovu në rip, kur ai ishte i ndaluar apo kur po lëvizte. Një oficere e sigurimit tha për Atlas se ajo nuk e pa incidentin, por i thanë se mamaja vendosi foshqin mbi ripin e transportit, kur ju desh të merrte diçka, ai u shtyp dhe vdiq. Personeli mjekësor i aeroportit nxitoi në vendin e ngjarjes, por e patën të pamundur për të sjellë jetë fëmijën, pasi fëmia u shpall i vdekur, prindrit ju desh të prisnin për një gjykatës, sipas ligjit spanjoll, në mënyrë që të mund të lëviznin trupin. Sipas gazetës spanjolle El País, familja kishte ardhur në Alicante për pushime, por autoritetet nuk mund të konfirmonin këtë informacion.